Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të fokusuar tek Ferma VIP. Ferma VIP ka filluar që të merr një valë të madhe, jashtëzakonisht e ndjekur tek i gjithë publiku shqiptar dhe në fakt të gjithë janë në pikpyetje se çfarë do të ndodh sonte në fermë. A është kjo gjë e orkestruar nga jashtë, apo është nga produksioni orkestruar si ngjarje? Do të shohim se çfarë qëndrimesh sonte do të mbajnë opinionistët dhe vetë produksioni kundërdrejt të gjuhës dhe urrejtjes së përdorur. Nga ajo që unë kam në duar se çfarë do të ndodhë sonte, mua nuk më duket kjo gjë e thjeshtë, por më duket krejtësisht një situatë e orkestruar për të arritur të fitojnë klikimet dhe për të fituar qëllimet e tyre. Tani, fillimisht që herë nata sonte do të hapet me përshëndetjet e spektaklit, me përshëndetjet e opinionistëve dhe menjëherë Arbana do të fokusohet tek jetesat e Fakiri, ku banorëve u ka vështirësuar komunikimin. Do me thënë, zënkat e mëdha, debatet e mëdha, ofendimet e mëdha që janë bërë brenda tek shtëpia e Fakirit pas një dënimi që banorët shkuan të qëndrojnë atje, sonte do të diskutohen si tema. Nga ajo që ne po lexojmë, do me thënë nuk ka një pezullim të banorëve të cilët kanë thyer rregulla dhe kanë ofenduar njëri tjetrin. Mendoj që kurbani i gjithë këtyre ngjarjeve, i gjithë këtyre ofendimeve që u bën brenda në ferm, degradime të tmerrshme që në fakt të iritojnë kur i shikon, ishte Malbora. Dhe mendoj me një përmbledhje video ku kanë qenë debate që ka bërë Malbora, do mundohen, me sa unë e kuptoj, që do me thënë të përmbyllin të gjithë këtë ngjarjen dhe ta ruajnë këtë polin që është ndërtuar mes Mimozës edhe Adionit. Me thënë, ky ishte qëllimi, të ndërtohet ky pol i madh, të vazhdon zënka, të vazhdon dinamika, të vazhdon lufta, që do me thënë të shitet programacioni. Nga këto debatet e zjarta dhe nga këto jetesat në Fakir do t'jenë edhe debatet e zjarta dhe tonet të ngritura mes fermerëve. Do të thënë nuk do të ketë një fermer, do t'jenë një grup fermerësh të komentueshëm për debatet e forta që janë bërë, që në fakt në video më së shumti me pull të kuqe ishte Mimoza, që do të thënë Mimoza ka përdor gjuhën më të tmerrshme, jo Adioni, jo Fabiola, jo Gresa, jo Romiri dhe të gjithë banorët e tjerë që në fakt kërcënonin, që në fakt quanin bushtër, ishte Mimoza me pull të kuqe, që në kupton, në video ekziston cenzurimi, do të thënë ka cenzurë. Tani, nga të gjitha këto debatet e zjarta, që unë realisht prisja që Agai deri më sot të dërgoj një zarf në ferm, do të thënë nuk duheshte përjashtuar Malbora, por duheshte përjashtuar banor të cilët kanë thyer çdo rregull të etikës, të mënyrës të shprehurit, të fjalorit, që është bastarde, por siç duket, do të thënë për produksionin kjo është okay, sepse zakonisht kur një banor në një video pozicionohet me pull të kuqe, nuk kupton që në atë moment ai ka thyer një rregull, ka përdorur një fjalë më tepër. Dhe çuditërisht në videon e promos me pull të kuqe ishte Mimoza. Më pas do të flasim për një dashuri, do me thënë një dashuri tashmë e nisur por dikur e ndaluar nga vllau i Fabiolës, por si që duket kjo gjë nuk është se i ka interesuar Fabiolës për emocione, dhe me thënë Fabiola dhe Adioni më afër se kur, unë me thënë të drejtën kisha pritur që do t'jetë në fokus Vanessa dhe Indrin, sepse ato e dhanë puthjen e parë, ato i shijuan momentet e para, po si që duket nuk kemi në fokus një gjë të tillë, ajo u komentua në javën e kaluar, do me thënë kjo marrëdhënie është pranuar tashmë si që duket, për mendimin tim Adioni arriti që të kapën Prime-in, qëllimet e tyre janë të kapin Prime-et dhe të jenë në fokus qendër për të komentuar, për të folur për to, për të analizuar marrëdhëniet e tyre dhe
Adioni arriti këtë qëllimin, domethënë është në qëllimin e tij të arritur, do të flitet për marrëdhënien e tyre, për afërsinë që ato të dy kanë patur, sidomos tek shtëpia e fakirit kanë patur shumë afërsi, edhe pse kanë thyer një sër të rregullave, që do t'i komentoj në video tjetër. Kjo nuk kupton që sonte, domethënë mimoza, me sa unë e kuptoj nga videoja që është bërë, do të goditet nga ana e produksionit, do të goditet nga ana e opinionistëve, ku mimoza tani domethënë do ta ketë sonte kartën, a do të viktimizohet edhe do ta pranoj realitetin që po i ushtrohet shumë presion, që po e ofendojnë tepër, që po e degradojnë tepër, që po mundohen ta ulin vlerën e saj, apo thjesht domethënë do të qëndron në nivelin në të cilin është, që mimoza në këtë rast do ta quan normale këtë gjë dhe do ta duartroket. Dhe më pas domethënë është pjesa se kush do të largohet nga ferma, është një televotim i hapur që realisht janë 5 fermerë në televotim. Në fakt unë kisha pritur që ky televotim të mbyllet edhe të vi një zarf brenda në fermë, po siç duket Agai ka rregulla të tjera, të cilat i ka strikte dhe nuk i thyen në asnjë formë ndryshe. Unë mendoj që kjo situata është e tëra e orkestruar, Adioni ka thënë ca gjëra, domethënë jashta kontrollit teknik, që është munduar t'i tregon disa situata, nuk ka patur ndërhyrje nga produksioni, ndoshta u ka ikur në atë moment, por gjithsesi është një situatë e orkestruar, vetëm e vetëm për të marrë vëmendjen, vetëm e vetëm për të arritur qëllimin e tyre që ta shndrojnë në fermën në një nga spektaklet më të ndjekura. U shijua spektakli më i ndjekur dhe të gjithë shqiptarët tashmë e dinë, ferma VIP domethënë ndiqet kudo, dhe unë mendoj ky ishte qëllimi i Arbanës dhe njëkohësisht edhe në këtë rast domethënë Eduardit, që këtë format ta bëjnë më interesant. Sonte unë në promo pash cenzurime, domethënë cenzurime të shumta, promoja ka dalë para 18 orësh, fjalët më të rënda, më të ashpra janë thënë pikërisht në ato orë, domethënë nuk është që s'kan patur material për t'i futur në promo, por sonte siç duket do të ndodhen e njëjta rrugë siç ndodhte nëpër Big Brothera, që ne prisnim të goditet njeriu që ofendonte, por goditeshte njeriu që nuk kishte ofenduar, domethënë bështe e kundërta e asaj që ndodhte, vetëm e vetëm për klikime. Unë dua që gjërat të jenë të pastërta, domethënë një njeri që ka ofenduar duhet të ndëshkohet, por siç duket nga Aga i madh këto gjërat nuk respektohen. Mos të paragjykojmë, le të shohim se çfarë do të ndodh sonte, le të shohim se si do të jetë tensioni sonte dhe çfarë vendimi do të merret. Domethënë vendim për të lërë njëri shtëpinë, që realisht nuk e shohun që po merret, por edhe ndoshta dënime kundër drejt banorëve që kanë përdorur gjuhën e rëndë për të ngritur edhe më shumë irritimin brenda fermës. Domethënë sonte pritet një audiencë e fortë, e cila do të ngjitet për ekrani për të ndjekur, për të komentuar dhe analizuar ngjarjet më të forta që ndodhin në ferma VIP. Domethënë ferma tashmë ka zënë një vend të rëndësishëm në shoqërinë tonë shqiptare.